Një vajzë të re, 30 vjeçare, e cila vinte vërdall prej një viti në për urgjenca tek mjeku i familjes dhe nuk po gjente zgjidhje. Ajo thoshte kam shifrat larta tensioni, kam të dridhura, kam rrahje të shpeshta të zemrës, kam spekje, tek ish përfunduar edhe te psikiatri. Në fakt mbas një viti vjen në urgjencë me një krizë hipertensive, me një aksident cerebrovaskular, dhe në ekzaminimet që ajo bën, rezulton një informacion i madh në mbiveshkoren e djathtë. Mbas një sër ekzaminimesh, pacientja ishte në fakt kur erdhi me hemiparesë, me një afazi dhe me një gjendje të rënduar psikologjike. Vajzë e re me një hemiparesë ishte diçka e vështirë për të, për familjarët, për të gjithë, për ta menaxhuar. Diagnostikimi na çoi drejt një feokromocitome, që janë raste të rralla ato që japin prekje centrale. Problemi ishte mbas diagnostikimit se si do procedonim, ishte një rast i vështirë, sapo kish kaluar ishemin, u vendos që do operoj. Mbas një përgatitjeje 2 javore, u fut në sallë, operacioni shkoi shumë mirë, me sukses, doli dhe u rikthye prap në pavionin ton mbas disa ditësh ku qëndroi dhe disa ditë të tjera. Dhe tani është shumë mirë në fazë rikuperimi, ka deficite akoma motore, por është shumë më mirë.